Nga mesnata dhe në 24 orët e ardhshme, autostradat dhe rrugët e vendit do të mbushen me radar. Gjatë 24 orëve, pa ndërprerje do të zbatohen kontrollet të përforcuara për matjen e shpejtësisë së automjeteve. Krahas maratonës 24 orëshe, aksioni do të vazhdojë deri në fund të javës. Ministria për Punë të Brendshme thotë se në këtë mënyrë Policia e Trafikut të Maqedonisë së Veriut i bashkangjitet aksionit evropian të kontrollit që zbatohet nga të gjitha anëtarët e rrjetit evropian të policive të trafikut Road Paul. Maratona Road Paul njëkohësisht zbatohet në të gjitha rrugët e Evropës. Theksi veçantë do të vëhet në maratonën 24 orëshe të shpejtësisë që nisi nga mesnata dhe do të zgjasë deri në mesnatën e së enjtes më datë 16 prill me kontrolle të pandërprera në gjithë territorin e vendit. MPB-ja thotë se një pjesë e lokacioneve të kontrolleve me radar dihen paraprakisht nga vozitësit me qëllim që të përforcohet efekti preventiv. Sipas MPB-s, gjatë fundjavës së zgjatur, gjatë kontrolleve të rregullta të policisë së trafikut, janë dënuar 1303 vozitës. 1/3 prej tyre nuk kanë respektuar kufirin e shpejtësisë, kurse 26 kanë vozitur në ndikimin e alkoolit.